A I gjeti një aeroplan të rrëzuar në xhungël, mori surprizën e jetës së tij. Bart vështronte me frik nga dritarja e kabinës së avionit të vogël charter, mezi mund t'u besonte syve. Ja ku është? Bërtiti ai, me zërin e tij të mbushur me abi. Teksa u kthye në aeroportin e largët, Bart vuri në dukje shpejt koordinatat, duke ditur se sapo kishte zbuluar një pjesë të historisë të humbur prej kohësh, të fshehur në ndrithrat e dendura, të harruara deri në këtë kohë. Ai e kuptoi urgjencën tani që kishte përcaktuar vendodhjen. Nëse ai mund të dallonte atë nga qielli, të tjerët me më pak përvojë mund ta kishin në vend në re gjithashtu. Koha po ikte dhe ati u desh të arrinte në vend përpara kujdo tjetër, I armatosur me lejet e nevojshme. Ai ishte ende kujdesshëm ndaj piratëve vendas, të cilët mund të vinin të parët dhe dëmtonin reliket shekullore që nuk mund të riparoheshin. Por përpara se të vazhdoj, shtypni butonin pëlqim, abonohuni dhe bjerini ziles së njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni kurrë historitë tona të ardhshme. Bart kontaktoi rjetin e tij të vjetër, por u prit me hezitim nga kolegët që dikur hodhën poshtë teoritë e tij të egra. Megjithatë, me prova konkrete në dorë, ata nuk I rezistuan dot të mundësisë për t'u bashkuar me të. Arkeolog dhe eksplorues nga Oxfordi dhe Gjeneva hipën në një aeroplan të etur për të jetuar. Ata zbarkuan në një pistë ajrore të largët në periferi të një kënete, të pavetëdijshëm për udhëtimin e rrezikshëm dhe misterios që I priste. Më në fund, ata arritën te rënojat. Byku ishte ndritshëm I një avioni, gjysmë I zhytur në baltën e trashë dhe ngjitse. Por ndërsa ata u afruan, një tension I shqetësuar mbushi ajrin. Diçka nuk shkonte, diçka për cilën vendasit e kishin paralajmëruar Bartin, por tashmë ishte tepër vonë për t'u kthyer prapa. Pa diskutuar thashë themet vendore rreth artefaktit, Bart dhe kolegët e tij arritën të hapnin një portë dhe tynin. Megjithatë, sapo hyri brenda strukturës së çelikut të ftohtë, u vendos një atmosferë nqetëse. Pikërisht në atë moment, Bart e kuptoi gabimin e tij të rënd. Ai duhet ta ratisej, pa marrë parasysh Koston. Bartolomeo, I njohur me dashuri si Bart nga bashkëmoshatarët e tij, ishte lloji I fëmijës që vazhdimisht bënte pyetje dhe eksploronte botën rreth tij. Kurioziteti I tij I pangopur shpesh vërei nga ata që e njihnin, duke lënë të kuptohet për një të ardhme të formësuar nga e njëjta natyrë kureshtare. Në pushim, argëtimi I preferuar I Bartit ishte gërmimi në përkutinë e rërës, duke kërkuar për thesare të harruara të varrosura në rër. Magjepsja e tij me zbulimin e objekteve të fshehura u bë një pasqyrim I jetës së tij të mëvonshme, ku profesioni I tij do të pasqyronte atë kuriozitet fëmirie dhe do të shtynte të zbulonte të panjohurën. Ndërsa rritej, ndjenja e abis që kishte në fëmijëri mbeti konstante në jetën e tij. Rrëfimet e përvojave të gjyshit të tij ndezën një kuriozitet brenda tij për zbuluar sende të humbura nga e kaluara, gjëra që shumë I kishin harruar prej kohësh. Për të, çdo zbulim ishte një mënyrë për t'u lidhur me historinë dhe për të nderuar trashëgimin atyre që e jetuan atë. Bart u përqendrua në letrën e tij, në qetësinë e zyrës së tij kur telefoni paprit masëra. Telefonata e papritur e kapi atë në befasi. Kush mund të jetë? Puna e tij shpesh sillte thirrje befasuese në momente të çuditshme. Barti u përgjigj telefonit me një përshëndetje të ngjirur, vetëm për të marrë një mesazh të shkurtër, por urgjent, përpara se telefonuesi të mbyllte befas telefonin. Duke kuptuar peshën e situatës, ai e dinte se duhet të vepronte shpejt. Bart rezervoi një bilet në minutën e fundit për në Zelandën e Re. Ai po shkonte në përbot në ndjekje të fantazmës që kishte kërkuar që kur mësoi për aeroplanin e zhdukur. Ai e dinte se baza e tij e operacioneve do të ishte një fushë ajrore me pluhur, vetëm disa milje larg kënetës, ku ishte zhytur objekti. Bart mori një udhërrëfyes lokal për ta shoqëruar në aeroport, ku takua me djemtë të tjerë që do ta ndihmonin. Një pilot lokal do të ishte në gjendje ta ngrinte atë në ajër për të parë më nga afër kënetën. Nga atje, ai do të mund të verifikonte atë që kishte thënë kontakti I tij. E kishin gjetur. Kjo ishte lëvizja e radhës e Bartit. Vendasi nuk dukeshin të kënaqur me motivet e Bartit. Ai dëgjoi për shpëritje ndërsa ecte pranë njerëzve në rrugë, duke se ata e dinin saktësisht se për çfarë kishte ardhur. Por kjo ishte kur një juaj ndaloi ecjen e tij dhe I tha atij diçka shqetësuese. Ata përmendën një histori supersticioze për fantazmat nga këneta.
Banori tha Bartit se shumë në popullsi kishin parë dritat e fikura në Moçal pas errësirës. Ata mendohet ishin fantazmat e njerëzve që kishin vdekur larg vendit tyre. Bart e kuptoi menjëherë se për çfarë po flisnin. Ushtarët e luftës së dytë botërore që kishin vdekur në rënimin e avionit. Por si e dinin ata për këtë? Bart vendosi t'i hidhte poshtë historisë si bestytni dhe vazhdoi rrugën e tij. Ai kishte shumë gjëra për të bërë dhe kaq pak kohë. Ai mori me qera avionin për të parë kënetën për të verifikuar pretendimet. Piloti e ngriti atë nga fusha ajrore me pluhur dhe rrethoi kënetën për 20 minuta. Kjo ishte kur Bart pa për herë të parë shkëlqimin metalik midis pembe. Ishte padyshim aty. Bart kishte rënë në dashuri. Ai pati që kishte ditur se kishte humbur në qershorin e ershëm të vitit 1944. Një ekipazh prej 10 vetësh u nis nga Pearl Harbor drejt destinacionit të tij në Okinawa. Ishte fundi i luftës së dytë botërore dhe fronti paqësorit ishte pothuajse i përfunduar, por burrat nuk do të ktheheshin më në Pearl Harbor ose te familjet e tyre. Por Bart e gjeti përfundimisht. Ai kishte një interes personal në këtë gjithashtu. Bart telefonoi disa nga kontaktet e tij të vjetra, të njëjtët kolegë që refuzuan të shkonin në një kërkim të kotë, por tani që ai kishte prova, ata nuk mund të refuzonin ofertën. Arkeolog dhe eksplorues nga Oxfordi dhe Gjeneva hipën në një avion për të takuar me të në pistën e plurosur në skaj të batakut, por ata nuk kishin asnjë ide se ai kishte motive të tjera. Me mbritjen e kolegëve të tij, Bart njeu më pak tension. Ai kishte shokun e tij nga Gjeneva, Leonol, një eksplorues të guximshëm që e kishte ndihmuar në gërmimet e tij të fundit, dhe pastaj ishte kolegu i tij nga Universiteti i Oxfordit, Wilfrid Willman, një arkeolog po ashtu si Bart, që kishte një vizion të mirë të asaj që po kërkonin. Bart dhe kolegët e tij marshuan me kujdes përmes Moçalit të lagësht, me Leonin që mori udhëheqjen. Bart i kishte dhënë atij koordinatat dhe ai premtoi se do t'i çonte deri atje. Burrat nuk ishin supersticioz, por kënetat e pemët e bën të vështirë që drita të arrinte deri tek ta. Kishte ndjenjë të pazakontë në batak, por burrat nuk kishin asnjë ide se çfarë kishin marrë përsipër. Atje ishte fuselazhi i shkëlqyer i avionit, gjysmë i zhritur në lucën e ngjitshme. Ishte befasuese që disa nga pikturat metalike nuk ishin shkatëruar plotësisht, por ajo që burrat nuk kishin marrë parasysh ishte se diçka nuk shkonte, diçka për të cilën vendasit përpiqeshin ta paralajmëronin Bartin. Por ata nuk u interesuan ndërsa marshonin drejt relikes. Pa përmendur asnjëherë thashethemet lokale rreth artefaktit të kolegët e tij, Bart u tha atyre që duhet kishte një derë në krah. Për fat, ana e majt ishte ngritur nga Moçali. Ata kishin një rrugë hyrje, nëse mund të gjenin kapakun dhe ta hapnin, por nuk duhet ta kishin provuar ta hapnin dhe të linin, kush e di çfarë të dilte. Gjitën kapakun që Barti po fliste dhe provuan ta nxirrnin atë. Fatmirësisht, Leon gjithmonë vinte i përgatitur me një set mjetesh për punën. Ai kishte mjete për të rrequr, prerë dhe me rëndësishmja për të hapur. Ai nxori një krër dhe u vu në punë për të hapur kapakun pa humbur kohë. Por një herë rënd e goditi të gjithë njëkohësisht. Ej, familja ime YouTube. Sot nuk po ju flas thjesht si krijues për ndjekësit e tij, por si dikush që ka ndërtuar diçka të bukur bashkë me ju për vite. Çdo koment, çdo like, çdo moment që kemi ndarë këtu ka qenë një pjesë e udhëtimit ton. Dhe tani duhet ju ftoj të bëheni pjesë më afër të kësaj familje. Nëse shtypni butonin join poshtë videos, mund të bashkoheni si antar zyrtar të kanalit. Do të keni akses në përmbajtje ekskluzive, live speciale, emoji personale dhe më rëndësishmja, do ndihmoni që ky kanal të rritet edhe më shumë. Çdo join është një mënyrë për të thënë, "Po, besoj në këtë komunitet, dua të shoh të ecë përpara." Ju falenderoj nga zemra për 100 mira që jeni tashmë pjesë e këtij rrugëtimi dhe për ata që do të bashkohen më afër. Pa ju, asgjë nga kjo s'do të kishte kuptim. Ju dua të gjithëve. Me derën e hapur plotësisht, Barti inkurajoi ata të ngjiteshin brenda në B-17 Flying Fortress. Por sapo hyri, ai rimori një ndjenjë të dyshimt. Kjo ishte kur Barti e dinte se kishte bërë një gabim të madh. Ai do të shikte diçka që nuk do të haronte kurrë. Tava e avionit ishte e pasur dhe e gjysma e zhytur në ujë Moçali. Por kjo nuk ishte ajo që i bëri të ndiheshin të pasigurt. Ishte sepse ata nuk ishin vetëm. Barti e kuptoi shpejt se aty ishin edhe 10 shpirtër të tjerë brenda mbeturinave përveç kolegëve të tij.
Mjekra ju ngrit në qafë kur vuri re ekuipazhin. Duket se kolegët e tij e kishin vënë gjithashtu. Ekuipazhi nuk ishte shpëtuar kur nga ngjarja. Ata duhet ishin vrarë të gjithë në çastin e përplasjes dhe kishin qenë detyruar ta quajnë këtë mbetje çeliku arkivolin e tyre. Por Barti kishte llogaritur këtë. Ai ishte duke kërkuar diçka shumë speciale, edhe nëse nuk kishte asnjë lidhje me bombarduesin vet. Ai kishte motive të tjera që nuk i kishte zbuluar. Lodët u formua në sytë e Bartit kur gjeti atë që kishte kërkuar. Nuk ishte në të vërtetë bombarduesi që i interesonte, ishte diçka krejtësisht tjetër. Ai u ul dhe ngriti duart, duke parë një nga anëtarët e ekuipazhit. Ata ishin vetëm skelete që mbanin uniforma tani, por një shkëndij njohje e shpërtheu në sytë e Bartit kur uri re kollarin e tij. Barti e dinte se kishte vetëm një mënyrë për t'u siguruar se ai kishte të drejtë. Ai ngadalë lëvizi dorën drejt shpirtit të humbur, duke mbledhur gjithë guximin e tij për ta bërë këtë. Antari i ekuipazhit, që i interesonte, ishte një nga gjuajtësit që ende qëndronte në postin e tij, afër metalit të rustuar që dikur ishte makina e tij e gjuajtjes. Barti ishte i sigurt që kishte drejt. Duart e Bartit dridheshin, ndërsa lëvizte kollarin e kalbur të uniformës për të zbuluar një shkëlqim metali. Ai ishte befasuar që medalit metalike ishin ende aty si etiketë e rëndësishme për të. Ai ngadalë dhe plot delikatesë mori medaljen dhe e nxori nga këmisha. Pasi e fshiu fytyrën që të mund ta shihte emrin e antarit të ekuipazhit. "E gjeta më në fund", tha ai duke parë emrin. "Bartolomeo Hiding." Faleminderit shumë që e shikuat. Nëse keni pëlqyer videon, ju lutem mos harroni të lini një pëlqim, të abononi dhe të bëni një klikim në këmbanën e njoftimeve, që të mos humbisni histori mahnitse si kjo.